Shumë e vërtet. A dalim kredi diku tjetër, unë thash në fakt që do të flasim edhe për rolin e gruas që ka në shoqëri, edhe çka thot feja islame në përgjithësi për gruan, edhe çfarë roli ka ajo. Ndoshta ti fillo prej ma thjeshtave, edhe pastaj mundemi me u ndal dikon. Po se unë kam dëshirë gjithherë me fol jetën reale që jetojmë. Do më thonë edhe për jetës personale timen nisna gjithherë që gruaja ka rol shumë të madh në shoqëri. Është themeli i shoqërisë, sepse na e lindim shoqërinë, prej durve tona fillon edukimi i tyne, edhe arsimimi edhe gjithçka orientimin e merr prej nanës. Edhe pejgamberi alayhis salam na ka thonë 20 vjet para lindjes edukohet fëmia. Qysh 20 vjet para lindjes? Nëse një nanë është edukuar edhe arsimuar edhe në islam tamam me formimin e saj që si duhet, atëherë edhe fëmia ka me qenë i formuar edhe i edukuar. Për atë arsye, duhet me pas parasysh që na derisa fëmia jon është në barqet tona, atëherë duhet me pas kujdes sa i merr edhe gjithë ato ndjenja që ne i përjetojmë, gjithçka që ne kemi brenda vetes tonë, edhe ai e ndjen, edhe ai e merr prej neve. Domethënë, duhet me fillu na formimin edhe edukimin ton, që nesër pas neve, fëmia, qysh na shohin neve, kanë me vazhdu edhe ata. Edhe roli i saj ka shumë rëndësi në formimin e një shoqërie të shëndosh. Asnjëherë nuk kemi ndëgjuar që një fëmijë, një familjes besimtare, muslimane, që del edhe bën një krem nashta, që bën një çrregullim në shoqëri. Gjithherë mundohen ka ajo e mira, edhe më të mirës, qoftë edhe ngritjen e aspektit të mësimit, domethënë s'kan problem, se ai fëmijë e din që ka obligim për me mësu, e din pse shkon në shkollë, e din pse është kriju. Zoti thotë Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë vërtet nuk i kam krijuar gjinët dhe njerëzit për asgjë tjetër, përveç se të më adhurojnë. Domethënë, çka është adhurim? Gjithçka, qoftë mësimi, puna, edukata, respektin ndaj tjetrit, që e bën me ndjenja që ti me kënaq Zotin, gjithçka është adhurim. Për atë arsye, asnjëherë përgjegjësia e gruas ndaj formimit të shoqërisë nuk bie. Gjithherë na duhet me qenë ato të cilat duhet më mundu që me formu një shoqëri ma të shëndosh, qoftë në përgatitjen e pasardhësve tonë, në edukimin e fëmijëve tonë, në edukimin e rinisë tonë, po edhe gjithsesi edhe ajo rahatia dhe qetësia që duhet me qenë edhe brenda familjes. Po nuk është kontribut i gruas veç brenda familjes. Ne duhet me dhënë kontribut edhe jashtë. Sot në qoftë se ti s'ishe edukuar dhe s'ishe arsimuar dhe s'kishe kry shkollë, s'kishe qenë sot një gazetare mirë. Edhe unë sikur mos t'isha shku në shkollë, edhe me bë gjithë sakrificë që kom bë, me qenë edhe nanë, edhe më mundu me ngritë edhe nivelin e arsimimit, edhe me marrë magistraturë, edhe plus një vend huj, gjuhën e huj, gjithçka, domethënë i kom përballu. Pse? Për me pasur një kontribut në të ardhmen për qëtë shoqëri. Edhe kjo është domethënë një sakrificë të cilën e bajnë ana, po edhe inshallah e marrëm edhe atë shpërblimin, edhe respektin qoftë për këtë dynja dhe shpërblimin inshallah në ahiret, se me të vërtet femra është baza e shoqërisë. Tani, ti në fakt i përmendë që ke 3 fëmijë. Sa i ke përgatit ata për pjesën profesionale, për punën, për jetën që i pret ndoshta pasi ta përfundojnë shkollën, edhe a keni shpesh biseda se çfarë profesioni duhet me ndjek, edhe cilat pëlqejnë normalisht në kafeja? Unë gjithherë flas me fëmijë edhe i përgatitit domethënë edhe për jetë, jo veç për aspektin që tash të fesë, se zaten ata na shohin neve duke praktikuar na fenë edhe pa dyshim nuk kanë ka shkojnë indikativ. Nuk kanë ka me, domethënë brenda qësoj shtëpisë kanë me vepru edhe të njëjtën inshallah edhe ata. Po sa i përket profesionit, gjithherë ju them, shihni çka doni ju mas shumti. Domethënë, profesion nëse don me pas sukses për të ardhmen tone është që ti me dasht mas pari profesionin. Ju me marrë pse po ka nevojë ose pse po duhet për momentin po shkon ma shumë ky profesion, ose pse po ma imponon dikush se më ka thonë ti e për qëta, jo. Ma shumë se që njohëm na veten as të kush s'mondet më na njoft. Edhe fëmija dej dikun e një veten. Po, prindi është ai i cili ndihmon në zgjedhjen e profesionit. Ai e merr e zgjedh profesionin, po na i ndihmojna në zgjedhjen e tij. E mojna në atë ekuilibrin që ai kur e zgjedh profesionin me qenë
dhe më hanë stabil në ato që ka zgjidhë. Për shembull, vajza e me madhja, qysh prej fëminis, ajo ka dëshiren për me qenë pilote. Dhe më hanë, kjo është ajo dëshira asaj që ka lindë, kur kemi shku për herë të parë në Turqi, që kam shku në studime, ajo ka pos qaq prej brenda i ka ardhë ajo që kush për lëviz këtë aeroplan, kush është shoferi, që është për lëviz. Edhe më shdasht me kërku, dhe më hanë prej stewardesëve, që me ja të regu vendi se ku është piloti dhe me po. Edhe në atë moment më ka thonë, a moj edhe në me qenë si kjo migra aeroplanit, dhe më hanë më shumë të hersh më kam për ta, dykun 4 vjet i ka pas. Ka nejtë e qëndrumen këtë profesion që hala e ka këtë mendim. Edhe pse është në shkollën e mesme, tash është me drejse në vitin e 2, mirë po fakultet dhe studime dënë që profesioni saj me qenë kë. Pasi jemi këto të vajza, në fakt, ndoshta më të pytë se prej këtyre profesioneve tradicionale që i kemi në Kosovë, a ka ndonjë profesion që feja e ndalon, po flasë për këto që janë më të njohurat, normalisht sepse i dim disa prej tyre që feja i ndalon. Nuk kisha pas dëshirë me hi shumë në atë pjesë, nashta është diçka që kërkon ma nivel ma të lartë një qasë kësaj çështje, edhe kisha shku ma shumë të profesionet, ne t'i vazhdojmë profesionet e cilat e dim ma shumë që janë të nevojshme për popullin dhe për ngritjen e arsimimin dhe edukimin e kësaj shoqërie. Nuk ka nevojë me shku nashta të profesionet e cilat nuk na dohen shumë. Që po i bie që ndoshta